Unë kam marrë një qëndrim politik për këtë lloj aktiviteti, për këtë lloj show të kryeministit Rama dhe në mënyrë të hapur dhe këtu po e cilësoj, Rama i fton për t'i vjedhur, pra është shumë i ëmbël në ftesë, ato pastaj të fillojnë të investojnë, një ditë bukur pa e kuptuar, kur të shikojnë buldozerët pranë vileve, pranë resurseve për t'u prishur sepse dikushi nga Arabia apo nga Izraeli ka ardhur një investitor strategjik. Shqiptarët tashmë janë ballafaqur shpeshherë me forcën e fadramave dhe kjo është e vërteta e arritjeve të zotit Rama. Nëse ne do flasim për arritjet e zotit Rama, unë do ta ftoja zotin Rama, jo bashkë me mua, sepse nuk duhet t'ia jap vetes atë lloj komoditeti, por të dalë edhe të bëj një xhiro tek pazari i ri, tek tregu i fruta perimeve, të shikoj sa është kila e domatave, e specave, e qepëve, të shikoj ku është gjendja e bujqësisë në Shqipëri, të shikoj sa është çmimi i naftës në Shqipëri, të shkoj tek spitali edhe të bëj një vizitë tek onkologjiku, le të marr një kontakt me kolegun tuaj, me zotin Osman Stafa, me gazetarin, të cilën gjej rastin ta përshëndes dhe ta vlerësoj për denoncimet e pafundme që ka bërë se çfarë krimi ndodh ndaj atyre qytetarëve, të cilët janë po kalojnë situata të vështira nga smundja dhe nga shërbimi shëndetësor. Zoti Rama do ishte mirë të bonte një xhiro nga Tirana në Durrës, mjafton të shikonte tabelat e çmimeve të karburanteve, ku çdo ditë ngrihen. Zoti Rama do ishte mirë me fjalë të shikonte si është situata e rendit, mjafton lajmet e fundit. Unë do të kisha dëshirë që zotin Rama ta ftoja të ishte mbrëm aty tek farmacia 10, aty ku ishin shqetësimet të qytetarëve, ku digje një pallat. Por ajo djegje nuk është rast i parë, edhe i dha një mësim pra qeverisë, pushtetit vendor apo dhe industrisë ndërtimit. Ajo është rasti i tretë, në mos gaboj unë, që janë të njëjtat fenomene. Nëse ne ndryshojmë kur ndodh një fenomen për t'i paraprirë ngjarjeve të tjera, atëherë ne do kemi gjithmonë këtë lloj faji. Unë do ftoj edhe zotin Rama, me fjalë të vinte në një interpelancë apo në një debat publik me qytetar dursak, të shikonim se çfarë masakre i ka bërë portit të Durrësit. Është një gjë shumë e thjeshtë. Unë e kam deklaruar dhe po deklaroj përsëri, para jush, para çdo opinion, para çdo qytetari shqiptar. Ai që ka pak nerv, atij që i dhimbset Shqipëria, mjafton të vish në portin e Durrësit. Ai pra e ka bërë dhurat portit të Durrësit. Unë kam dyshimet e mia që dhe Alabari nuk ekziston, ose ekziston formalisht, ajo është një skem e pastrimit paras nga klasa politike shqiptare. Të prishësh një port, ku volumi i qarkullimit mallor mund të shkojë deri në 4 milion ton në vit, pa ndërtuar një port të ri, ku ne jemi vend antar i NATO-s, ku ne jemi pjesë e bashkimit pra e Europës, ku ne po ndërtojmë një korridor 8 që kemi vite që po ndërtojmë. Nëse mani mend para rreth 3 muajsh ne kemi diskutuar bashkërisht për çfarë ndodhi juglindjes së Shqipërisë, ku nga Librazhdi deri në Pogradec pothuajse u izolua e tërë juglindja e Shqipërisë për 10 ditë. Edhe me paturpsinë më të madhe, ai deklaron që është fatkeqësi e natyrës. Unë jam plotësisht dakord. Ka momente kur natyra është e ashpër ndaj qytetarëve apo ndaj banorëve të tokës. Ajo jep një mesazh të fuqishëm ndaj nesh. Por rasti konkret nuk ishte, si themu ty, fatkeqësi e një natyrore. Ai ishte një krim ndaj taksapaguesve shqiptar, para të vjedhur, të grabitura, sepse ai bën një xhiro, shikon një projekt, dikush ja servir projektin dhe të nesër merr një vendim, pa u studiuar. Edhe rasti i portit të Durrësit. Si mund është dot, me fjalë, të filloj ndërtimi i portit të Durrësit nga një kompani arabe, pa u ndërtuar një port tjetër? Ne jemi pjesë e NATO-s. Situata gjeopolitike është jashtëzakonisht e ngarkuar. Ne kemi një problem jashtëzakonisht të madh. Ne si kuptojmë në çfarë situate jetojmë. Ne jemi të nënshtruar përballë një dhimbje, përballë një korrupsioni të tillë, përballë një klase politike që nëpërmjet mekanizmit të pushtetit që i servir media, edhe opinioni publik pothuajse është i tëri i mashtruar, është i tëri pothuajse i tëri viktim e një mashtrimi. Unë nuk mund ta quaj mashtrim global, se nuk duhet të di fare se çfarë ndodh në vendet e tjera. Ne kishim një ngjarje mbrëm, del prefekti dhe pa pikturpi,
Deklaron që nuk duhet t'ia di fare se ku do të strehohen banorët. Unë i bëj një pyetje shumë të thjeshtë si qytetar. Unë ndjej dhimbje dhe i shpreh një fjalë keqardhjen time atyre banorëve për ngjarjen. Por nuk mund dot një prefekt të japë një deklaratë të tillë. Ai është një person ku pra përfaqëson qeverinë, pra prefekti përfaqëson qeverinë, ku qytetarët duhet të trokasin, të gjejnë zgjidhje, por kur përgjigjja e tij është një fjalë që nuk duhet të diun se çfarë ndodh me banorët se ku do strehohen, ai kuptoni ku ka arrit marrëzia e këtij pushteti. Çfarë duhet të ishte bërë ndryshe zoti Stafa? Unë si banor i Durrësit duhet të ngel një shqetësim tjetër veç sportit të Durrësit, ku unë kam thënë dhe do ta rikthem përsëri më të madhe. Aty është një krim dhe një tradhti kombëtare, sepse ai cënon në mënyrë të drejtë për drejtë marrëdhëniet tona aty ku ne përfaqësohemi me forcën më të madhe ushtarake në botë, që është NATO. Ai cënon në mënyrë të drejtë për drejtë korridorin 8 dhe bëhet një pengesë e jashtëzakonshme për qarkullimin e mallrave dhe për synimet e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Si mund do të një fjalë ti të pretendosh që do të jesh pjesë e Bashkimit Evropian kur ke gjithë këto skandale? Ai në mënyrë të paturpshme ndërmoi një iniciativë nëpërmjet forcës së kartonit, ndërhyri në parlament për të ushtruar një presion dhe një trusni SPAK-ut. Unë nuk i përkas atyre politikanëve, pavarësisht se janë pjesë e Partisë Demokratike, ku nuk e mbështes drejtësinë. E mbështes drejtësinë në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe SPAK-un si organ. Por SPAK-u duhet të reagojë, SPAK-u duhet të veprojë. Por të më pindur mua si qytetar, që është një organ i pamvarur, ai duhet të veprojë në mënyrë të pamvarur. Nëse sot pushtetin e ka kapur Balluku dhe Rama është i kapur i marr peng nga video që mund të disponoj Balluku, nga skandalet që disponon Balluku, ku dhe Rama është pjesë e këtij krimi, kjo është një problem që te kalon mendimin e Osmanit, shqetësimin e qytetarëve. Dhe SPAK-u si një organ drejtësie, ku shqiptarët kanë besuar jashtëzakonisht, ku është investuar jashtëzakonisht, duhet të reagojë. Jo me ashpërsi, por nëpërmjet autoritetit të ligjit. Ne duhet të kuptojmë një gjë. Autoriteti i ligjit nuk është ashpërsi, është drejtësi. Këto janë shqetësime që ne duhet i flasim. Ai bën një projektin e famshëm TID në Durrës, tek një nga lagjet më të vjetra të qytetit. I bën vlerësimin e pronës së qytetarëve që kanë nga 200 vjet, 300 vjet. Janë pjesë historike e ndërtimit të këtij qyteti. Ne dimë sa ka qenë Durrësi në 1944-ën. Afërsisht rreth 6.000 banor, as nuk ka qenë 6.000 banor. Këto banor kanë nga 200 vjet autokton. Ai me një të rënd të lapsit, me një projekt për një mikun e tij, që do ta përfshijë një fjalë tek gjithë zonat turistike në Shqipëri, dhe bën një projekt, bën një vlerësim të pasurive, sikur kjo pasuri të ishte një fshat të largët, jo të vunojt nga është zoti Rama, por një fshat të largur të braktisur. Unë duhet të them një diçka që është goxha e dhimbshme. Para vjet kam patur gjatë fushatës elektorale, mora kontakt me mira qytetarë, ku gjej rastin t'i falenderoj, po edhe me një burr të zgjuar, burr i mençëm, i duruar dhe punëtor. Në një zonë ke rruga e vjetër Durrës Tiranë, në Romanat. Edhe ja disim tha vjet, i dashur miku im tha. Unë nuk dua të flas për bindje politike. Unë dua të tregoj një gjë që na ka ndodhur si zonë. Ka një vit e gjysmë që akoma këtu s'ka lind një fëmijë i vogël. Para disa ditësh unë takova përsëri. Dhe im tha akoma miku im, nuk kemi asnjë lindje. Atëherë, e dashur gazetare, ato që na dëgjojnë, të dashur qytetarë shqiptar, a ka dhimbje më të madhe për një fshat Buzë rrugës nacionale, të dëgjosh një shprehje të tillë që ka 2 vjet e gjysmë që akoma s'ka lind një fëmijë? Ky është realiteti ynë. Në qoftë se Rama me fjalë të lloj realiteti, do t'i vesh ato ngjyrat e tij të shëmtuara që tenton të bëjë ai dhe pikturën se ka patur kurrë profesion, pavarësisht se pretendon që është piktor, ky nuk është realiteti. Kjo është dhimbja jonë, jo realiteti. Në qoftë se Rama do më na servir ëndrrën e tij, kjo është një problem shumë i madh. Edhe unë në këtë rast, ta them sinqerisht, unë uroj me fjalë që shqiptarët të zgjohen, të reagojnë fuqishëm, ta marrin zvarr, jo vetëm Ramën, por klasën politike. Unë nuk kam problem dhe shqetësimi im nuk është apo preokupimi im të hiki Rama dhe të vi Saliu në mënyrë kategorike. As nuk e kam nuk e kam ëndër, por unë dua me fjalë që të largohet ky njeri dhe ne duhet të ndryshojmë modelin e politikës.
Modeli është i jashtëzakonshëm, modeli i qeverisjes. Shërbimi ndaj qytetarëve është detyrimi parësor i çdo politikani, i çdo institucioni. Sot i ketë mbushur institucionet vetëm me patronazhist. Ai diti e dashur gazetare që çdo drejtori ka marrë urdhër të drejtë për drejtë për të grumbulluar pra çdo nën punës të grumbullojë nga 4 karta, pra ai po përgatit skandalin dhe krimin e radhës elektorale. Edi Rama në Shqipëri nuk është në pushtet nëpërmjet pushtetit të votës. Jo. Ai është në pushtet duke e bler votën, duke e rrëmbyer votën, duke e grabitur votën, duke e dhunuar votën, duke përdorur çdo lloj mekanizmi. Ai sot ka manipulimin e votës e ka kthyer në sistem. Këtu i drejtohem drejt për drejt doktor Berishës, kryesisë Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetarëve të Partisë Demokratike, kolegët mi, çdo demokrati dhe çdo qytetari. Ne duhet të kemi kurajën qytetare dhe politike, sepse politike kemi përgjegjësi, po kurajën qytetare që të përballemi përballë këtij realiteti. Ne duhet ta ndryshojmë me çdo kusht. Kur